Tashmë edhe mint po shihen rrugëve të Shkupit. Një pamje e trisht që flet vetë për krizën e thellë higjienike në të cilën ndodhet kryeqyteti. E gjithë kjo për shkak të paralizimit të shërbimeve komunale. Rrugët, trotuaret dhe hapësirat publike janë mbuluar me grumbuj të mëdhenj mbeturinash, që dita ditës po kthehen në male plekrash në zemër të qytetit. Era e rëndë si dhe pamjet e tmerrshme të rrugëve dhe trotuareve po shoqërojnë çdo lagje. Banorët vazhdimisht ankohen dhe thonë se kjo gjendje tashmë është bërë alarmante. Thas të mbeturinave qëndrojnë të hapur për ditë të tëra, ku dhe insekte të shumta janë shfaqur dhe po pranë tyre qytetarët detyrohen të kalojnë çdo ditë. Nga ana tjetër, institucionet heshtin. As ndërmarrja komunale e higjienës, as qyteti i Shkupit nuk japin përgjigje të qarta se kush e mban përgjegjësinë për këtë gjendje kaotike. Sabahatin Rustemi, drejtori i higjienës komunale, ka theksuar se aktivitetet e ndërmarrjes publike kryhen në përputhje me programin për mbledhjen dhe transportin e mbeturinave nga territori i qytetit të Shkupit. Por, sipas Rustemit, në muajt e fundit ka pasur probleme me një numër të madh të automjeteve komunale, të cilat janë të vjetëruara dhe të prishura. Gjithashtu, ai bëri të ditur se gjatë ditëve të fundit, disa shoferë nuk kanë ardhur në punë pa dhënë asnjë arsyetim. Sipas Rustemit, mungesa në punë dyshohet të ketë prapavi politike, me qëllim uljen e efektivitetit të kryerjes së aktiviteteve të ndërmarrjes në terren. Po ashtu, nga higjiena komunale thanë se në periudhën e fundit, ndërmarrja është përballur edhe me sasi jashtëzakonisht të rritur të mbetjeve komunale, të vëllimshme dhe të ndërthimit të hedhura në sipërfaqet publike dhe të trafikut. Për këto arsye, mund të ketë vonesa në mbledhjen dhe transportimin e mbetjes në vendet e caktuara. Ankesa për punën e komunales vijnë edhe nga bordi ekzekutiv i organizatës sindikale të Sutkozit në higjienën komunale të Shkupit. Sipas sindikatës, të punësuarve disa muaj u lëshohen pagat me vonesë, edhe pse në llogarinë e ndërmarrjes rregullisht transferohen mjete nga parat që qytetarët i paguajnë faturat. Të punësuarit kanë paralajmëruar se do të ndërmarrin masa kundër udhëheqësisë së ndërmarrjes, duke dorëzuar padi penale dhe kallëzime në inspektoratin e punës. Nga ana tjetër, higjiena komunale disa ditë më parë informoi se pagat lëshohen me rregull, me disa ditë vonesë.